Se nëse nuk e Ajo kanë... është qiriku. Ama jo se kam kështu si natyrë me ushty. Okej. Se kam e marrë diçka e marrë. A ke bo pazar, a bën pazar kur blen gjëra? Po. Në Turqi mo nuk diskutohet. Në Turqi po se po, po kështu në përgjithësi, a ke si në natyrë? përgjithësi po. Nuk shtyjem ashtu shumë, po e pës. A ka mundësi ma lirë, nëse më thot po, atëherë marë. Nëse më thot jo, vëlla, hajtë bile pak, se e ka atë lezetin e vetë kur të shtyjesh në pazar. Tash nuk po flasë për brendet mëdhaja, se normal ata nuk diskutohet. Mirë po sidomos për qëto dyqanet e vogla, sidomos edhe në pazar kur shkan me ble, domate ose diçka është, e ka lezetin e vetë. E ka lezetin. Pa pak ma lirë dhe mi jam shel pak synin ati i trektarit. Që po, bile një euro kam qenë në zbitë. Kje rëzikshme. Mundet me të dhonë falas tani. S'ka lidhje. S'ka lidhje, falem nes. A ke blen do njëherë gjëra second hand? Po. Njëherë i kom ble një parë pantolla, kam qenë shkollë të mesme, edhe i kom ble veç një euro. Veç një euro? Veç një euro. Hala nuk kom pa pantolla ma të bukra. Hala nuk kom pa pantolla ma të bukra. Janë konë fantazi dhe kitë urta. Kitë treja të urta. Se të urta, këve ditë. Okej. Kitë treja, edhe nuk kalon koleg ose kolege mrena në shkollë pa më thonë, o sot... Kuj ke ble? Po, kuj ke ble. Unë jam bëshan second hand. Të senet e bajt në i kena thonë. Kanë menu që përbën hajgare? Po, ama po kom ble. Okej. Jo, se më ka ras njëherë. As njëherë? Jo. Kishe me ble? Se di, ka ona higjenës jam pak vezvese. Se di. Dhe që ideja që e ka përdur dikush para meje... Më varët, ki edhe pej trejave, të papërdorura, po që i marim me shumë. Në nuk e di. Okej. Mi tash për higjenë edhe ato lahen. Tani ki loj detergjent, tash ja heka të farë pjesën e dezinfekton, po, okej, veset mbetet prap. Po. Sa shpesh pi alkohol? As njëherë. As njëherë? Jo, s'konsumoj. Kur s'ke konsumu? Një doar trokitje. Kam pi, para 2 vjetë kam hek dorë. Totalisht. Totalisht? Se? Menoj që i kam do raste kur unë menoj që është bollë për mund t'i që e kom praktiku me një ndodhi diçka që u bo bolla, po veç kërsit i kështu? Nuk e pa isha të arsyshme dhe të nevojshme me vazhdu me pi. Kështu që e la shkrejt. Okej. Kryoj kena i farë knatësie ose diçka t'il, kështu që... Faleminderit shumë, pyetja e fundit. Cila prej pyetjeve ishte e sikletshme? Asnjëna. Asnjëna? Jo. S'pat pyetje të sikletshme. Faleminderit shumë vajza. Dua ta filloj tash bisedën me Blerinën. Je aktore. Kemi disa fotografi, po mi shpjegon shpejt pak çto fotografit çka janë, çfarë rolesh, çfarë... Fotoja e parë është klasa, po më ndoj kolegë të klasës edhe profesori i artit, i aktrimit, pedagogo Hazir Haziri, edhe na jemi kolegët, që kemi studiu 4 vite në Fakultet të Arteve. Fotografia e dytë është familja, prindrit edhe motra, dhe fotografia e tretë është Gentaret Koceri, është një aktore tjetër shqiptare kosovare e Prishtinës, po që vepron edhe punon në Katar. Në Katar? Po. Atje kemi pas rastin, e kemi gjiru një film të shkurt të një regjisorës Tiranës, Isra Fejzullaj, një vajzë 21 vjeçare, po me ambicje dhe punë të jashtëzakonshme. Okej. Pse i zgjodhe këto fotografi? Çfarë janë për ty këto fotografi? Okej. Se cili kemi shku në për shkolla, e kështu, e kam krye dhe filloren edhe të mesmën, kam krye dhe fakultetin privat në administrat. Mirë po e veqoj si klas, edhe se gjatë studimeve kemi kalu tepër mirë, kemi pas shumë punë. Është krejt sistem ndryshe prej ligjeratave në fakultetet tjera, për shemë? Absolutisht po, absolutisht po. Njëjtën kohë kom pas fatin edhe kom pas një klas të tillë, si ka ana e femrave, si ka ana e meshkujve, edhe pedagogut, dhe gjithë profesorëve tjerë, unë e kom shiju maksimalisht studimet në aktrim, edhe kemi qenë 100% të përkushtuar. Edhe kam pas shumë respekt për mu kolegë, se unë kam qenë ma e madhja në klasë për 2 vite. Më thonë, ata 18 vjeç, unë e 20 kom hi në fakultet të arteve. Edhe kam pas atë respektin se Blerina ma e madhe. Kështu që jo në knaq edhe vazhdoj me pas kontakt me si cilin prej tyne. Disa prej tyne jam bo dhe prindër.
fatmirësisht edhe gjithmonë që janë të martuar, të fejuar, ose çështo. Okej. Po familja? Familja, patjetër që e ndoj një foto me familjen, se... Të gjitha zonja, veç një zotëri? Po, na jemi 4 qika, edhe babin e kena për me thy okullin. Kështu që, si çdo familje për fëmijën e vet që ka qef me pa fëmijën mirë edhe me arrit sukses, unë e kom pas fatin me qenë vajza e këtyre 2 prindërve, edhe motra e këtyre 3 vajzave të cilat, se cila janë ma punëtore se tjetra, edhe kanë mri me na eduku edhe me na arsimu në kushtet e tëne, në sakrificat e tëne të mdoja ose të vogla që i kam pas. Kështu që i falenderoj edhe ju kërkoj falje nëse nuk kom mri mja u plotësu krejt që ka ta ka ndosht prej meje, edhe me i falenderu që i kam, edhe më ka nejtë në krah qysh prej ditës parë për gjithë shka. Faleminderit shumë. Do të flasim për aktrimin tani. Sigurisht, për të realizuar një rol, një karakter, duhet punë, duhet sforcohesh, duhet ndryshosh. Cili është ai rol që ka ndryshu jo vetëm në skenë, po edhe si person kështu. Ka bë me marrë mësime, me marrë, shumë aspekte nga ai rol. Po, pa tjetër që rolet kur t'i punojmë është një sfidë, sepse fatmirësisht, përvoja e bën ato të vetën të ngrit me një farë forme, mirë po, të pjesët e roleve, gjithmonë një prej zero. Nuk mund është me thonë, kom arrit në pikën 50%, ma ndaj vazhdoj edhe 50 tjera. Gjithmonë fillon prej zeros, se kime ndërtu një karakter, kemi pas tiparet, karakteristikat, gjithë shka, bile edhe emocionet ati karakterit duhet me i qitë në pa. Ka shumë role që ka ndiku më rana të onë, realisht, po një ndër ta ka qenë një rol i cili është pak ma i ndishëm, edhe na si aktor, besoj që shumica e kam problem kur të kemi role pak ma të ndishme, më shumë emocionale, duhet rehabilitim. Duhet edhe rehabilitim pastaj? Jo, ashtu rehabilitim në kuptimin e keq, mirë puna duhet një farë pauze, një farë diskutimi me një person që me ushliru me hekat ngarkesën e rolit. Aty ka qenë një rol në shfaqën Mbretëreshat Pakuror, të Marigona Bekteshi Ferrati. Çfarë roli ke pas ti aty? Aty kanë qenë të mbjetuarat e luftës. Okej. Edhe aty e kam pas sa kanë hek gratë shqiptare, sepse gjithë shfaqja ka qenë e bazuar në ngjarje të vërteta, ku dramaturgja e shfaqjes Albana Muja ka qenë në përshpit atyre grave dhe ka marrë edhe kemi inskenu në teatr ato ngjarje, edhe ajo më ka bu me kuptu që paramendoj ato gra, qëfar sakrifica dhe qëfar jetë e kam pas, edhe sot janë gjallë, janë të forta, edhe mundohen me çdo kusht, me i dalë balë jetës, e qka kom unë e si Blerin që e kom jetën kitë mjalt, qka kom unë që nuk jam e fort. Është një farë motivi edhe demotivim njëjtën kohë. Demotivim për qka ka ndodhë edhe qysh janë, po motivim për mu që unë nuk jam pjesë e qasaj për fatë mirë, edhe me marë si shembull që me vazhdu tutje dhe me qenë një gru shumë e fort. Faleminderit shumë. A ka ndonjë rol që e ke refuzu edhe pse? Jo, diçka kështu, mirë po ka pas raste kur kom refuzu role për shkak të mbi ngarkesës së projekteve, edhe nuk kom mujt me qenë përkushtume në projekt. Ajo ka qenë arsye. Përgatitesh emocionalisht, si është procedura e përgatitjes tënde kur e ndërton një rol? Atëherë kom qef më pas ku pak ma shumë për vete, me nejtë vetë. Muzikë mirë, qetësi. Kur marrë kësi role që janë pak ma të vështira, që unë mendoj, mundona me qenë vetë, me analizu si projekt, me analizu si rol, raportet me i kriju me personajet e tjera të cilat i kam brenda projektit, po kryesisht sidomos në përshfaqje, në ndodhë zakonisht pak para premjerës, është një farë stresi që t'ka plonë dhe nuk din kam jam majtë edhe i maskenës edhe i kikit kolekt edhe një farë zhurme vogël që nihet prej jashtë, prej publikut,
edhe normal që je nën ethe të Sfida jote më e madhe cila është kur përgatit një shfaqje për shembull? I kam një 10 minuta para se me dal atje, i kam qështu i 10 kapi minuta? dur, po një 10 minuta para se me fillu Drejtojnë shfaqja. një ka 5 minuta, ty po të kap kanë 10, domethënë. Ja nisë si nga mbrapa në skenë, fup. Se kam shumë përgjithësi ndaj publiku që vjen me e pa qatë shfaqje, edhe mundona me qenë sa ma korrekt për ta, edhe normal edhe për vetën, edhe është që ajo përgjithësia që mon shumë në stres në atë ko. Mirë po, ideja është që në momentin e parë që dalë në skenë dhe balafaqona me qatë audiencë, kalon. Një prej shfaqjeve që e kemi këtu është komedia Huç Huç, apo? Po. Në teatrin Muharrem Qena, në Mitrovic, për krah emrave të ndryshëm, të mëdhejt skenës. Si përjeton ti këto bashkëpunime, këto pjesëmarrje tua në për role që je në skenë me aktorë me shumë përvojë? Si përjeton? Dhe ata më të vjetrit, po them, se dhe ti pas ke qenë më e madhe 2 vjetë, Po. janë mbështetës, apo ndonjëherë janë me huqe, kështu, me teka që... Me teke. Jo, në Resol për një me kom pas fatin e mirë dhe ekipat zakonisht si kom pas shumë të mira, edhe nuk e kom ndje vetën asë njëherë larga tyne që